që gjithë antarëve të Këshillit i është vënë prezent prej ditësh, do të procedojmë me të gjitha pikat e rendit ditës. Dhe këtu do t'i marrim si mas radhës. Atëherë pika parë është miratimi i dorëheqjes nga mandati i antarit të Këshillit Bashkiak Mirdit të Zojës Dila Prenga, subjekti politik Bashkë Fitojmë. Kjo është pika parë që do të bëjmë prezent në këtë moment. 2. Projekt vendimin 3011 fraksion 1, projekt vendimin 3126 fraksion 1 dhe projekt vendimin 3106 fraksion 1, si dhe projekt vendimin 3107 fraksion 1. Kemi pikën 6, formalizimin e grupeve të antarëve të Këshillit dhe 7 projekt vendimi i kryesisë për miratimin e antarëve të komisionit të përhershëm të Këshillit Bashkiak dhe pikën 8, shqyrtimet, diskutimet të kërkesave dhe ankesave të qytetarëve drejtuar Këshillit Bashkiak Mirdit. Faleminderit. Të që jeni dakord për këtë renditje? Kush është për? Kundër ka? Abstenim? Ka. Faleminderit. Atëri kalojmë në pikën e parë. Miratimin e dorëheqjes të Zojës Dila Prenga. Atëherë, si rezultat të një angazhimi tim politik, në zbatim të ligjit të kushtit të ndonjë të vogël, unë më jep të heqë se ndaj Këshillit. Mund të votojmë? Jeni dakord? Do t'je prapë një. Faleminderit. Ka të duhet të rëndë. Atëherë kalojmë në pikën 2 të rendit të ditës. 2013 fraksionishin, numër 10 datë 14/8/2023. Miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën me fondin 6% korrik 2023. Të shi besoj që gjithë ju gardë me email gjithë shka. Besoj që i keni pa, i keni studiu. Unë nuk po i lexoj emrat sepse është, besoj, një konsumim i kohës. Jeni dakord ta hedhim votime? Mirë. Me listën, të miratojmë listën, masani kemi diskutime tjera, sa të du. Kundra kush është? Abstenim? Faleminderit, miratohet. Atëherë kishim projekt vendimin numër 3126 fraksion 1 datë 13, numër 13 datë 23/8/23. Miratimin e ndihmës ekonomike, blok ndihme me fondet e bashkisë korrik 23. Besoj edhe kjo ju gardë në adresë të emaili gjithëve, me personat edhe me gjitha. Ka në njoni në i vrejtë në i sugjerim për listat që janë paraqit të kjo? Atëherë ta edhim vot. Faleminderit. Kundër? Abstenim?
Tash kemi projekt vendimin 3106 fraksion 1, datë 11, numër 11, datë 24/8/2023, për shqyrtimin të VKB-s numër 9, datë 31/7/23, për përcaktimin e kufive të pagave të punojësve të administratës së Bashkisë Mirdit dhe institucioneve në varësi, në mbështetje të VKM-s 328, datë 31/05/23, për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të vetë qeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufive të pagave të funksionarve të zgjedhur e të emëruar, të nënpunësve civil e të nënpunësve të qeverisjes vendore. Këtë projekt vendim kemi marrë dhe radhën e parë në takimin e parë të mbledhjes Këshillit, për efekti për disa arsye të cilët në qoftë se doni unë kam dhe përgjigjen e prefektit që mund t'ja u lexoj. Okej. Atëherë kthim për shqyrtimin e vendimit numër 9 datë 31/07 të Këshillit Bashkisë Mirdit. Këshillit Bashkisë Mirdit, për ndjenjë kryetarit Bashkisë Mirdit, bazuar në nenin 16.2 Germa B, nën pika I të ligjit numër 107/2006 fraksion 2016, datë 27/10/2016. Për prefektin e Qarkut, ku përcaktohet se prefekti I Qarkut në verifikimin e ligjshmërisë së vendimeve, urdhrave dhe urdhëresave me karakter normativ të organeve të qeverisjes vendore, pa penguar zbatimin e tyre, në rastet kur vërehen papajtueshmëri ligjore të aktit, prefekti I Qarkut I lindë drejta që ta ktheje atë organeve përkatëse të njësive të veçqeverisjes vendore, duke argumentuar shkeljet edhe vërejtjet. Në këtë rast, organi I njësisë veçqeverisjes vendore rishqyrton aktin për sa më sipër. Kthej për shqyrtim vendimin numër 9, datë 31/07/2023 të Këshillit Bashkiak Mirdit, për përcaktimin e kufive të pagave të punojësve të administratës së Bashkisë Mirdit dhe institucioneve në varësi. Në mbështetje të VKM-s numër 328, datë 31/05/23, për kualifikimin e funksioneve, për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes vendore, prefekt e page dhe caktimin e kufive të pagave të funksioneve të zgjedhur e të emëruar, të nënpunësve civile e të nënpunësve të administratës, të njësisë të vetë qeverisjes vendore, Bashkia Mirdit, si të bazuar në ligjin për këto arsye. Së pari, vendimi më sipër bie në kundërshtim me VKM-n numër 328 datë 31/05/23, për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufive të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nënpunësve civil e të nënpunësve të administratës të njësisë të qeverisjes vendore. Këshilli Bashkiak Mirdit në caktimin e kufive të pagave për punojësit e administratës të Bashkisë Mirdit I është referuar VKM-s numër 326 datë 31/05/23. Për pagat e punojësve, mbështetet dhe punojësit e tjerë të specialiteteve të ndryshme të disa institucioneve të administratës publike, dhe jo të pikës 11 të VKM-s 328 datë 31/05/23, duke bërë këtë vendim marrje të paligjshme dhe përrjedhoi akt I paligjshëm. Së dyti, në fushën e veprimit të VKM-s numër 326 datë 31/05/23, përfshihen punojësit mbështetës dhe punojësit të tjerë të specialiteteve të ndryshme. Në vijim në a. Institucionet administratës shtetërore,
dhe institucionet të pambarura në nivel qendror e në nivelin administrimit perfekt. B. Institucionet administratës shtetërore dhe institucionet e pambarura në nivel rajonal vendor. Pra, këto përfshihen në fushën e veprimit të këtij vendimi njësitë e qeverisjes vendore. Këshilli Bashkiak Mirdit, në caktimin e kufive të pagave të punojësve administrative, të Këshillit Bashkiak Mirdit duhet të referohet pikës numër 11 të VKM-s 328 datë 31/05/23 për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësisë të qeverisjes vendore, prefekt page dhe caktimin e kufive të pagave të funksioneve të zgjedhur e të mëruar, të punojësve civil e të punojësve të administratës të njësive të qeverisjes vendore. Faleminderit, prefekti Gjergj Prendi. Ky ka qenë argumentimi i zotit. Tani sa për informacion. Ky fond është një fond i kurzuar që vjen vetëm për paga në çdo institucion dhe çdo institucion në bazë të VKM-s 328 dhe 326 ne si projekt vendim e kaluam radhën e parë dhe gati të gjithë ishim pjesa e stafit ekonomik dhe kush është se kishte pa atë VKM, sepse gjitha institucionet e kanë kaluar. Kjo VKM ka hyn fuqi që në prill. Dhe këtu ka fuqi prapavepruese tek ne, sepse do të miratohet në Këshill. Prefekti ka bën ankimimet, ne kemi mbledh përsëri një staf tek bashkia, një grup pune me financën, me burimet njerëzore dhe me sektorin juridik. Dhe ky vendim është për zbatim. Gjithsesi, ka qenë paga referuese dhe mbas VKM-s është bërë shtesa, janë përdor të dy VKM-t. VKM e 326 është përdor vetëm për tabelën e pagave, sepse tabela e pagave nuk ishte tek 328 dhe prandaj janë fut të dy VKM-t për zbatim. Më sakt mund të na i shpjegojnë juridikisht dhe pjesa e ekonomike e bashkisë, bazat referuese, por ky është një fond i kurzuar dhe ky vjen vetëm për paga, se po të kishte destinacion tjetër e ka theksu dhe kryetari mbledhjen e parë, po të kishte destinacion tjetër, plani ynë i bashkisë nuk është për pagat. Plani ynë i bashkisë është për qytetarin dhe në shërbim qytetarit. Por përderisa ky fond vjen vetëm për paga, ne do ta shojmë destinacionin që duhet. Kjo është një shtesë që është bërë në të gjithë Republikën, nuk ka bërë vetëm për Bashkinë Mirdit, dhe për këta unë kërkoj konsulencën tuaj, kërkoj mirëkuptimin tuaj që ky projekt vendim të kaloje, edhe me gjithë se ne e kemi kalu, por që prefekti t'ja sqaroj më qartë, më saktë, me pikat referuese, se pjesa më e madhe e Këshillit përbohet edhe nga ekonomista në sektor të ndryshëm, të cilët e dinë se në sektor të ndryshëm është vënë në zbatim. Kjo VKM është vënë në zbatim, vetëm në Bashkinë Mirdit akoma nuk është vënë në zbatim kjo VKM për shkak të procedurave juridike që do kaloje. Më saktë, juristi dhe ekonomistja, drejtoresha ekonomike e institucionit mund të na shpjegojë se si kanë vepruar, sepse ishte paga dhe bëhet mbas VKM-s. Ishte dhe bëhet mbas VKM-s. Nuk është se kemi përdorur në diçka tjetër, sepse edhe këtu nuk thyet ligji. Pa çka se do të kaloje në Këshill, stafi nuk mund të kaloje normat. Faleminderit, kaq kisha për sqarim. Me ndryshimin e pagave pra. Të lutem. Unë jam i mendimit. Gama e procedurës për pushtetin lokal ka dy rrugë. Ose ta jemi që vendimin që kena marrë në mundin e kaluar, ose ta rishqyrtojmë e ta diskutojmë. Pra ana administrative
ose elementë që se elementë të prefekti ka fotokop, ose të ta rishikëm e ta bëjmë përputhje me ligjin. Tash unë jam krejt dakord në Niku, unë isha dakord që zoja Fufi, unë isha i mendimit që përpara që ne duhet një që zojën Fufi na bëjë një analizë, na sqarojë më saktë, sepse është personi përgjegjës që dhe radhën e parë na ka referuar gjithçka dhe ne kemi votu mbi bazën e argumentimeve dhe kemi kundërshtu me bindjet tona për çfarë kemi biseduar. Dhe të qotë zoja Fufit na i argumentoje mbi shkaqet dhe mendimet e veta, masanej bazë këtyre gjithsecili le të diskutojmë mbi argumentimet dhe të drejtat e saja që do të qohet të argumentojë. Faleminderit. Zoja Fufi. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit. Tani, për kundërshtimin që ka bërë prefektura, do bëj edhe unë kundërshtimet e mia. Ju them me bindje të plotë se nuk kam shkel absolutisht ligjin në asnjë pikë dhe në asnjë moment. Pika që është kundërshtuar është për kufirin e pagave të punonjësve administrativ. Dhe thot, pika 11 e VKM 328, kufit e pagave bazë të punonjësve administrativ të njësive të vetë qeverisë vendore janë nga 40 deri në 47. Dhe prandaj, për sa kohë nuk ka një pagë fikse, vjet para Këshillit dhe ligji 35 i 2023-shit ja jep kompetencat e plota Këshillit për bazat ligjore referuese. Dhe bazë ligjore referuese ka marrë 326, sepse pika 12, për cilën edhe kam pas diskutim në telefon me prefekturën, se pse kam përdor 326 dhe kam argumentu, është punojësit administrativ, përveç pagës bazë, përfitojnë shtesë për vjetërsi në punë. Kjo shtesë aplikohet në masën 1% mbi pagën bazë të përcaktuar për çdo klasë. Atëherë, prefektura let ma gjeje ku e ka klasën 328. Sepse unë do ta aplikoj këtë 1% mbi një klasë page. Në qoftë se prefektura këtë i kam kërkuar, më gjej te 328 ku e kam klasën e pagës, dhe atëherë detyrimisht vi para Këshillit me një bazë referuese ligjore dhe përcaktojnë klasën e pagave. Dhe VKM-ja fundit për punojësit mbështetës është 326 dhe ka klasat e pagave. Aty jam më mbështet vetëm si referim për klasë pagash. Dhe këtë ndryshim që kam bërë në këtë VKM është vetëm forma tabelore, sepse nga prefektura u kam ngul bëje si lezha, unë nuk marr bazë referuese VKM-n as një bashkie. Bazë referuese kam ligjore. Ti hyjmë atëherë dhe projekt vendimit lezhës, ti hyjmë projekt vendimit Mirditës, le të merren ekspert dhe cili del më i saktë. Absolutisht kundërshtoj prefekturën. Për të heqë kompetencat Këshillit prefektura, që ja jep ligji 35 dhe atëherë thotë që është vendimorse prefektura për pagat e çdo njësie vendore. Kjo është arsyeja, ju lutem merrni, lexoni atë ligjin 35 për kompetencat që u jep ju. Mund mos merrni fare bazë referuese dhe thoni nga 40 te 47 në këtë klasë do klasifikojmë këtë në këtë klasë. Unë për të bani bazë ligjore një argumentim sa më lehtësues para jush, se normalisht krejt financat secili ka atë, si nuk njohun anën juridike, anën inxhinierike, jo të gjithë mund t'i njohin anën financiare. Unë ju kam bërë atë bazë referuese, ma kundërshtoni dhe bëj dakord. Ama kundërshtimet me baza ligjore. Nuk kam pas një ndryshim të kështu. Atëherë faleminderit, një diçka desha me thënë, ne në parim edhe radhën e parë diskutuam me qenë se nivelet e pagave të punojësve, mirëmbajtës e tjerë, të gjithëve pa përjashtim, ishim një mendimit unik që gjinet klauzolat maksimale për me pas një shtesë maksimale, duke u mbështet gjithmonë në vendimet e Këshillit Ministrave. Sepse çdo lloj gabimi ose çdo lloj gjoje ne në mirësinë e parë po ndihmojmë dhe mbrapa vjen një kontroll të cilit na i hedh poshtë. Pra, baza ligjore do të zbatohet patjetër. Atëherë, edhe tek klasa e pagave, falem, po? Presidenta, po ti nga në fika pagës bazë, vendet administrative sigurisë vendore janë 422 deri në stabilitet. Atëherë Këshilli Ministrave numër 222 24 2023 për një status të shkëlqyer 224 lidhja një
kjo, për disa ka thënë 27.000. Si do të ndryshim me 200.000, ta ndryshim me 4.000. Po pra, po. Se ata ka pasur sport, porque kanë sy. Po pika në 27 në mundin kreative me kimin e shpinës, kishin 22 tani 24. Edhe i herë Fran, nuk lidhet me atë pika. E lidh nëse do pika në rrjet thotë, 27.000. Po. Dhe klasifikimi i pagave për 27.000, ordinimi shitimi sa numër 222 326 dhe 328 që kanë dalë në pesën i shfaqezojnë gjithë VKM përpara për pagat. Tash këto tani mund që kanë dalë. Po, këto 26 dhe 28 ka dalë të pesën. Shifi janë 31 pesti. Gjitha vendimet e pagave binë poshtë ofran me 326 dhe 328. E ka miratu prefekti për mbretën e me. Gjitha po, Fran ka shfuqizu 326 dhe 328 çdo VKM përpara për paga. Ti je i pinë për këtë pjesë dhe 202 nga thuj pak atë se Tash i vendimi kishte mirë në 242, datë 24/2023. Po. Që thonë? A 31 pesti këto. 2002 është 31 pesti 2023. Flora, të lutem. Thot, pra është në 24/2023 që ban klasifikimin e pagave sipas pikës A dhe sipas pikës B. Ju mund merrni vendim dhëni për një VKM të shfuqizuar, është drejtë juaj, atëherë merrni vetë. Tash ky 328 nuk thotë që shfuqizojmë këto. Afrani ka shfuqizuar, Jo, i ka gjithë shfuqizuar. 625, 165 e ka. Nuk del VKM, sepse thotë lem fuqi këtë pikë, po ato bien të gjithë VKM-t dhe dalin këto. Përdesa Ku e thotë thot, ma shpjego qartë, ku e thot se lihet në fuqi 223. Fal, sot niveli pava 47.000, vetëm ky ka 47.000. Kur të vije KLSH-ja Fran thot ke objekt VKM-n e fundit. S'ka, është taksativa. VKM-ja fundit është nëse thot shfuqizoti më pashmi, Po nëse pse ky te, o zotëri pse ka dalë? Pse ka dalë i thot fundit? shfuqizim vjen keq, thot shfuqizot, nëse thot shfuqizot ajo shfuqizot, po nëse është fuqi në fuqi. Në proces juridik, më falni. Tani Në proces juridik, dila, në proces juridik, në qofse një VKM, bie poshtë, thot, ke vendimi pasardhës, bjen poshtë. Në qofse nuk shfuqizohet Janë VKM vendimi paga, parë, O di, ajo të do lutem, t'jetë dila, mbarë. të lutem, thot, një gjë lexoni kështu si thot. Pika 14. Vendimet numër 165, datë 2/3/2023 të ministra për grupimin e njësive të pagave vendore, thot ky i ndryshon shfuqizohet. Pra nuk ka thënë që shfuqizohet i 2023-shit. Ky ka thënë për 2016-s. Nuk ka thënë për të prillit. Megjithatë, ju keni jurista, keni gjë që më kompetencë se sa Po, që thotë, lidhja një thotë ka 467.000 lek, dhe lidhja një thotë ka 467.000 lek. Ky ka dalë në prill dhe ka dalë në maj, pra që në po shfuqizohet. Po franxhari dushim i kanë klasat e pagave të sajt në 326. Ai ke krahasu? Zoj, Çfarë dushimi ka? të lutem, 326, të lutem, 326, 328. Po të njëjtën tabelë ka. Po, pika 11 e kësaj thotë kështu. Thotë, kufit e paga pastë për lojë administrative të vendore janë 470.000 lekë. Benita Zhon, 326 ato klasën e pagave, edhe ai ka bërë të klasat Të lutem pra për disa, vetëm shkruaj. o Fran, po të njëjtën klas ka, të njëjtën fond është përdor. E njëjtë A ka mundësi kryetar? 40, edhe klasa. Zoti kryetar, tani ne si këshilltar, Po. edhe besoj dy grupet jemi për ngritjen e pagave, absolutisht. Kam kërkuar që në munin para një muji interpretim juridik. Edhe kryetari i bashkisë ka qenë këtu dhe i kam kërkuar të jetë drejtoria juridike në aseloj. Për sa i përket klasifikimit të pagave. Dhe pagat i ka prunë në mënyrë shkëlqyer Flora. Nuk kemi as i vreti. Interpretim juridik kem kërkuar prefekturës. Okej. Tani, Mirë. këtu nuk kemi që të na japin një sqarim një jurist, një drejtori juridike. Këtu nuk kemi. Po kemi. Kemi. Sa bëmë shtat. Atëherë do të japim fjalën atit në aseroja. Me që e mora fjalën. Tani, ai kthim përgjigja i prefekturës për
mos miratimin e atij projekti që ne dërguam në prefekturë, të paktën 3 këshilltarë që kanë absenuar, unë, Rigerta dhe Nikolini, do të kishim nga i kopje që ne të bindemi pse, të verifikojmë ligjin, të jemi koshient për atë që miratojmë. Nikolini e tha në procedurë mjaft saktë. Dhe jam plotësisht dakord me Nikolin Kashorin. Ose do miratojmë përsëri atë projekt që dërguam, ose do t'i referohemi ligjit. Ai thot, në kthimin e përgjigjes që lexove ti, mos i refero ne VKM-s 326 dhe ne prap, unë kam 2 projekte, edhe të parin edhe të dytin. Por lexojmë kokën e projektit, është fjalë për fjalën njëjtë. Tani, ne nuk kemi vërejtje për pagat, si jemi për mos miratim pagë, po gjejmë ligjin. Nesër mas nesër do të na kthejë prap prefektura. Kush jemi ne? Tani, që s'ka drejt, atëherë do ta miratojmë si shtot Nikolini projektin e parë. Jo, nuk është e njëjtë. Ndryshimi është tek policia bashkiake, lutem Flora. Ka ndryshime, tash unë ti lexoj gjitha ndryshimet, mora fjalën nuk ndërhyr asnjë. Ka ndryshime, jam dakord edhe me ndryshimet që ke bërë shumë mirë. Je referu ligjit për policinë bashkiake, është rrit nga 47 që e lam herën e parë 49.500, dhe për drejtuesit e policisë bashkiake më shumë mirë. Jemi për rritin e pagave, por këtu kemi një penalizim të punojësve administrativ, të punojësve thjesht që janë me arsim të mesëm, konkretisht punojësit e ndërmarrjes rrugëve, magazinierë llogitare, shofer autobusi, manovrator, e problemet vështira që tham, nuk është përfshirë dhe vështirësia. Tani jemi këtësisht dakord. Edhe unë do ta votoj, si të doni ju, sa radhë do ta votoj, por të gjejmë formulën të jemi të saktë. 1 muaj kemi. Kjo administrat, të juristat bashkisë, do të na kishin pruar, ne si juristat. Unë jam specialist juridik, ama du të votoj saktë me ligjin. Faleminderit. Faleminderit, Aleksandr. Flora, po? Realisht vendimin e kemi bërë me grup pune. Zyra juridike, auditi edhe zyra përmenduesore. Për prezencën është juristi, mund të vinë. Absolutisht kemi shoshit vendimet, sepse kishte bashki që kishte marrë 717 si bazë referuese. Nuk ka taksative se kë do marrësh bazë referuese. Pra është këshilli ai që vendos. Ka kompetencat për bazë referuese do të ketë një bazë ligjore. Nëse 242 ka ndryshim për klasat, atëherë po s'ka ndryshim me klasat. Si 326 si 242, e njëjta. Sa përshtetën e pagave Oleg nuk të lejon VKM-ja në çat klasë shkojnë punojësit në mbështetës. Nuk shkojnë. Si alen do të po le për shembull prefektura, fal, prefektura ka të njëjtin arsim me ne. Ka jurista prefektura, kemi jurista ne, kemi ekonomista ne, ekonomista prefektura. Nuk është zoti prefektura. Njerëz janë. Flora, me që kemi dhe juristi, a mund na... Një minut, lutem. Kemi dhe juristin, ta ndigjojmë dhe juristin, se është edhe pjesë e stafit të... Mendoj përderisa prefektura ka këtu. Edhe pyetje kisha për Florë. Në mbledhjen e parë thamë se bëj shkret mjësisht për shtesën e vështirësive. 20.000 është bomba na ju. Ne më thamë për punojësit në mbështetës është, jepet vështërsia, kishte qenë bon shkresa dhe jepet për vështërsia për punojësit në mbështetës që vinë me fondet të deleguara. Nërsa ne nuk kemi kategori punojësit të tillë, kemi diskutu për punojësit e pastrimit që për atë do bëhen shkresa. Kur mblodhem si grup, ram dakord, prandaj duhet dhe Komisioni i Ekonomisë që ti diskutojmë. Nuk kemi kategori në që paguajmë me transfer të pakushtëzuar. Jo, nuk kategorizohen. Nuk kategorizohen në punë të vështirë. Absolutisht nuk kategorizohen. Kush punojnë me helme, në kontakt me helme, me këto pagesa nga Ministria e Shëndetësisë. Kemi gjykuar për punojësit që merren me mbeturinën. Ne, atëherë do kalojnë në Komision të Ekonomisë, do kalojnë te ju për ta përcaktuar si kategori, se nuk e përmban as VKM-ja si kategori për ta trajtuar me vështirësi o frank. Si të bim në një konkluzion të përbashkët me ju, do t'i drejtohem Ministrisë së Shëndetësisë për këtë kategori punonësish. Kategori tjera e mohë. Faleminderit, Flora. Juristi, Se përket projekt vendimit, besoj se është transmetuar në ligj. A mund prezantohesh? Nuk kemi kolegë. Juristi i bashkisë, juristi familjarisë juridike. Ne jemi mbledhur me grupin e punës, si profesorësi të drejtësisë juridike dhe me grupin njerëzor, zonë sekretar, për të diskutuar edhe për pjesën që është ky projekt vendimi ka prefektura
Është tek vendimi 328, është përfshi 328. Besoj se vendimi është i plotë dhe i bazëmarrësh. Faleminderit. Ta mund bëjmë një shpjegim zëri kryetar. Tani institucioni i prefektit vetëm në drejt që e ka me pushtetin lokal është shikon lishmërinë e akteve të këshillave. Ai vërtet e thënë ka drejt me kthi vetëm një herë, po herën e dytë që në gjykat. Dhe ne duhet jemi të kujdesshëm mos të shtryjmë rritjen e pagave për punonjësit. Sepse ne nëse zë bëjmë ato ndryshime që ata kanë kërkuar, vendimi të shohet në gjykat, nëse ne do e marrim pa ndryshime. Dhe pagat e punonjësve në Bashkinë e Mirditës do shtyhen dekot marrja procesi gjithësor që mund zgjasi me muj, ndoshta edhe me vite. Kështu që ne s'du me o fut në atë kursimit, por administrata e bashkisë du ta ditë të gjë që prefektit vetëm gjë që ka ndaj nesh shikon aktet ligjore. A janë në përputhje me ligjin ajo. Nëse këto akte janë në përputhje, ai e konfirmon. Në të kundërt e shën gjykat kur ne e lëm prapë në fuqi. Unë kam nga eksperienca ime, kam shku disa herë në gjykat me prefektin, sepse mendosha, ka pas rasti që i kam fituar gjyqit. Kur në të rast për pagat, ne do shtyjmë rritjen e pagave. Jo, kjo është pozitive për ne fare. Kështu që Kryetar dhe pyetje tjetër. Dy bashkime tjera, Lashit dhe Lerës, u ka kthyer apo vetëm ne? Se na përndesa jeni në Nuk juridiksion. kam asnjë lloj informacioni të kësaj natyre. Administrata do të pyesi. Nuk është ndaluar. Nuk pyesi sepse na nuk kena as më të zot, as më të zyt sa ata. Nëse ligji është i llojit si për Lashin, si për Lerën, si për Mirditën. Një gjë, unë nuk jam për referenca rrethësh, Jo po. edhe zonash, lutem pra, sepse VKM dhe gjitha vendimet e Këshillit të Ministrave janë barabarta për çdo rreth, për çdo, janë për gjithë Shqipërinë dhe nuk përcaktohen ndryshe për Mirditën, ndryshe për Turbinën apo Leshën. Nëse ne jemi korrekt në zbatimin e ligjshmërisë, ne duhet jemi të bindur për diçka. Jemi në zbatim të ligjshmërisë 100% dhe referenca dhe metoda krahasimi, unë për vetën tim nuk kemi mendimin kurrë. Sepse unë kam një vendim, një VKM, të cilët nëse unë e lexoj mirë dhe analizoj mirë si nga ana ekonomike ashtu dhe nga ana juridike, dhe jam i qartë për veprimin, nuk kam pse unë të pyes një person të dytë atë të tretë. Gjërsa bashkia ka marrë dhe ka analizuar gjithçka me stat juridik, ekonomik dhe administrativ, besoj se janë përgjegjshëm për punën dhe për funksionin e tyre, për çfarë kanë bërë. Dhe ne, në mënyrë të sinqertë dhe të ndërgjegjshëm, unë mbështes totalisht fjalën e Nikolinit, duhet jemi të kujdesshëm, Flora, Dila, zoti Jurgen, mos ta qojmë më mirë se të na shkojë në gjykat. Do t'ju lutem sinqerisht që t'jemi të saktë në këto problematika. Sepse nëse ne do ta shkojë ky vendim në gjykat dhe të bënojmë pagat e punonjësve, është ana më negative e jona. Sepse të gjithë presin një të rrogë për me jetu, për me majtë familjet e tyre. Që ne do t'jemi korrekt dhe sinqert, të bazuar gjithnjë në ligj, të bazuar gjithnjë në ligj në marrëdhënie me punonjësit. Bazë konkluzionit që patëm si grup pune, ne ram në dakordsi për të përdorur si bazë referencë 326. Nëse ju e mendoni që është kundër, që nuk është ke ligji, por ju e mendoni që do përcaktoni një klasë tjetër si këshill, jo vendoseni ju. Sillni më sugjeroni çfarë bazë referuese ligjore të përdor? Jo, Sa është kompetenca juaja? Flora, desha me të bëj pyetje, lutem. A jeni konsultuar me juristat e prefekturës për këtë problem? Po kemi juristat tonë. Unë jam Me fal. konsultuar me juristin e të auditit bashkisë, me juristin e zyrës juridike, me juristat e zyrës juridike dhe me burimet njerëzore që kanë juristat Okej, mëkat. tash ne na kthyn një vendim. Tani nuk mund të Okej, testojmë juristat lutem tonë. Flora, po bëjmë sinqerisht një debat përbashkët.
Ta heshim si bazë referuese 326, caktoni klasa pagash. 328 nuk ka klasë pagash. Të lutem Flora. Nuk ka klasë pagash për punësit atë. Flora, unë po të bëj pyetje. Tash prefekti ka sjell një kundërshësi. Po. Dhe në këtë kundërshësi besoj dhe do të ketë qenë në nderin e këtë grupit punës tuaj që të këshit kry një komunikim qoftë dhe formal me juristin, sepse zoti Gjergjën kam folë me juristin me telefon, me juristin e bashkisë. Kam diskutuar mendimet e mia me juristën e prefekturës, unë si Florë. Po më mirë, ju, sepse ti si Florë nuk përfaqëson. Ti merr në telefon ti përfaqëson bashkinë e Mjeditit, nuk përfaqëson më Florë. Jo. Diskuton si zyrë finance. Po pra, si drejtori finance, kemi atë drejtoreshin juridike këtu na shkruajnë faktin lidhje me ligjet. Se jurist, ai thotë kemi përdorur 328, mendoj që është i saktë dhe ka. Ne duam të sqarimin ligjor më të saktë. Kjo është sqarimi ligjor. Drejt Nikolini që pak mos ta çojmë po. A ishte shumë vështirë të lesh një informacion në rastin prefekti dy bashkive të tjera u afaksu të njëjtën LKM, apo ata e kanë me njëjtën LKM? Ato e kanë kalu pa përmend bazë referuese. Me 328-ën pa përdor bazë referuese se ku i ka përdor klasat. Ma kanë sjell për ta zbatuar. Pa përdor bazë referuese. S'ka punoj që i paguajnë me klasa, Ka pas klasa. Oli, merre pak e lexoj. Tani unë kam se ma kanë punë zbatuesi ato. kanë punoj bashkë të tjera që i paguajnë me klasa që do të Lutem, por replikon me dorën lutem na. Se kjo është shumë vërtet se është ndëm punëesve të bashkisë. Dhe pse prefekti nuk ka drejtë atë, është më së vërtetë, do të thotë se ka qenë një ministër në shitje në minimum. Dhe prefekti na ka mërzënë, ma ka dëgjuar më çfarë, s'kan si më të fillova procesin, por realisht është ndëm qytetarëve dhe mirë është ne që ta kalojmë marrin një informacion dhe ju nuk ta kalojmë ashtu siç është galim. Në rast se ne nuk dëmtohemi dhe nuk cëndohemi dhe kemi informacion se prefekti nuk e thënë po kalojmë për një procedurë siç e bëri urrë. Ti propozon kish. Po. Mikrofon. Nuk më dënë qytetar. Tani, është gjithçka okay. Ne kemi vetëm 328.11 që thot caktimi i kufizimit pagave është 40 deri në 47. Ne jemi mbrenda ligjit. Ne nuk kemi as poshtë 40-s, as mbi 47. Referenci me marrë klasifikimit pagave shumë saktë sipas mendimit. Dhe unë propozoj që të mos kalojmë në por si sta Nikolini se vërtet ne po ta çojmë kokën e vendimit të njëjtë, ne do shkojmë gjykat. Dhe do penalizojmë të gjithë. Jo s'është e njëjtë, është për një rishje. Ndryshon. Dhe unë propozoj Flora, unë propozoj që të hiqet baza referuese 326. Asgjë. Atë bazë referuese 326 nuk është e nevojshme. Të tjerët jemi mbrenda ligjit, mbrenda rregullave gjithçka. Këshilli vendos. Unë këtë propozitëm, emërtimin bazë referuese. Asgjë tjetër. Faleminderit. Se të kushtozon ti ka 12 vetëm 320 këto plas pagash. Kur ta kërkojë ato që mbrenda ligjit, mbrenda rregullave. Këtë bazë referuese ne ta hiqim. Si shpreh, unë këtë propozitëm dhe besoj se jam i saktë. Nuk jemi fle, vendimon që mbi 42-47 vërtet. Supozojmë një roje gati ka shumë kash, prandaj vjen para ish. Atë bëj aty në rregull. Po një propozimin Kjo është, për anaj është këtu, kjo është. Shojë si përbërje VKM-ja si... ka tjetër në opsion tjetër apo ta kalojmë votim? Sa është rishëtimi? Baza referuese të ishte një. Ashtu shpërtimi i këshillit. Po, se si ishte. Raport me patë, I kemi lexuar gjitha, okay? Po,
Po nuk ishte... Arrit të aty për shkërtim këtë projekt, kishte baza referuese dhe të Shumë dakord. Çdo VKM e sjell se sa përqind e pagës është paga e shqiptarit apo paga e kryetarët të fshatit. Kjo VKM nuk e ka sjell, prandaj e kemi sjell para jush dhe e shtum si pi. Se sa nuk kemi ndryshuar në pagesat e mësueshme, në lloj kanë qenë, kaq kanë qenë. Nuk kemi ndryshuar si pi, se sa është paga e shqiptarit dhe sa është paga e kryetarët. Tash jemi dakord që gjithë ato ndryshimet që propozoi Lega që ta hedhim në votim. Kush është pro? Kundër abstenim? Abstenim. Për ne kene kartonë në dretë, më gjërë shëllën një kartonë e beshit. Zoti kryetar, desha me kthy pak çështjes ndihmës ekonomike nga që kërkova të flas pak më para. Mbaroj, thashë mbaroj. Patë një projekt për shtesën e parë. Perfektësor. Sa do sa herë do më folën na fut kanë pinca. Ha? Si dhe revendimin 3107, fraksionit datë numër 12, datë 24/8/23, për një shtesë në vitin 23, sipas VKM-s 328, datë 31/05/23. Fredi më në shoki në një të shkujtarë, më siguar nuk në Fredi, në e po dhe telefoni. Atëre, s'po I lexoj këto vendimet e mbështetjet e një Në vendimin e qeverisë, në kodin e pagave, thjesht për efekt shënësor për kaluar shnez të saktë. Ka në njërin e diskutim për këtë, për ishtë liqë? Shumë një pyetje kështu trash fare. Kur kërkohet shtesë për buxhetin në vitin 2023. Ku merret ky? Ku merren këto? Kjo shtesë, ky fond, ku merret? Buxheti I shtetit. Po pjesa, sepse do të thonë pas VKM-s, na ofrin për eksperiencë, Po, këtë drejt. Ku I marrin do na me bëni një shtesë buxhet çdo muaj. nuk ta jep kush me mbështesë. Do të kesh një bazë referuese në VKM që dalin. Dhe rreth të çuar me mbështesën e pagave. Ishte të folklora tash Dhe ne kemi bërë kërkesën sipas ndikimeve që ka pas kjo VKM, sipas funksioneve që kemi në bashki. Në bazë të asaj kërkese, Ministria e Financave, Drejtoria e Buxhetit Financave Vendore bën çeljen e fondeve. Por e bie në total. Prandaj quhet transfert e pakushtëzuar dhe ne vim para jush për ta ndalë sipas programeve. Ku kemi funksionet e bashkisë në cilin program, në secilin program. Mendova se mos administrata shkuar ka një hambar diku në aty ana që I ka dhënë lek gati. Jo. Janë të gjithë nëpërmjet të Nuk salit. besoj se ka mundësi me marrë kush hambar, o Gert. Nuk e se. A mund ta jepim votë për lutem? Kush është këto? Abstenim? Faleminderit. Ta kemi bëmë për kuj. Po, zonja Gerta. Faleminderit zoti kryetar. Tash unë kisha duke patë se shkoj vonë kjo punë e ndihmës ekonomike, po kam konstatuar diçka në lidhje me këtë dhe desha vetëm një sqarim të vogël, zonja Marte, nëse është e mundur. Kam parë një ndihmë të një familje të caktuar, një ndihmë ekonomike për muajin që shkoi, që aprovuam, dhe është 8.600 lek. E njëjta familje, njëjti numër aplikimi, në prill të vitit 2023, ka marrë 14.000 lek, 140.000 lek. Jo, nuk është në rubik, është në rroshen. Kështu që njëjta familje, njëjta të ardhurat, njëjtë
as lopas ju ka ndryshuar, është e njëjta. Po, dhe njëjta. Në prill ka marrë, unë t'i jep, të cili fond? Jo, nuk është, nuk e di. Është te fondi i bashkisë, mendoj. Te fondi i bashkisë. Në vijat përgjithshme, sepse të shofish një familje të marri 140.000 lekë në prill, të marri 94.000 lekë 3 muaj më vonë, është lëviz pak, ndryshojnë pak, edhe që këti ka priti 120 edhe si ka marrë, për ne i thash. Masa ndryshon në basi të numrit personave. S'ka ndryshu? Në basi të moshës të personave. Pas ka ndryshu ajo, 4 muaj kanë qenë. As ajo, po? Ndryshon, nëse një person jashtë e familje është bojë rajit. Nuk është bë. Nuk është bë. Do me thënë nuk ka as një lloj. Unë ta them publikisht është, nuk ta them publikisht, është aplikimi numër 094419, sepse unë nuk du të nxjerr këtu tash emrin, po unë nuk nxjerr dot emër. Po unë ja them dhe emrin, përderisa s'ma ka dhënë, unë nuk e kam pas, më s'kam asnjë lloj problemi. Shiko, në vjet përgjithshme këtu, në vjet përgjithshme, se një ndihmë ekonomike në prill jepin 140.000 lekë, tash ti jepet 86.000 lekë. Kur s'ka ndryshu asnjë gjë. Thjesht. Nuk ka ndryshu asnjë gjë tash. Po. Po. Nëse një fri ka në shkoshën 18 vjeçte, deri në 10 vjeç, ka qenë 17 e pari 18 e ka pas 2 fshi, nëse fëmija i tretë, i pari, e ka mu 17, i ullet nuk ishte ma nuk ishte 100% të shumës, por i dje që tjetë me 100% të shumës. Diferencë e ba mosha e një fëmija. Mosha një fëmija ku ka diferencë? Që se ka pas 3 e me 2 fish. E nëse njëri nga të njët e ka bon moshën 18, nuk e ka bon 2 fish. Por e me nuk më pa. Faleminderit. Do ta analizoj. Nëse është 6% shqip, e nxjerr automatikisht sistemi, ka shans me ndihmu ne e shma. Dhe nëse është e fondi i bashkisë, të shkojmë emrin. Do ta shohim emrin. Ka shans, në rëshën ka shans, a në negativ në rëpik për mundes për logaritesht, dhe te kanë rëmduar më tjetë. Ka të marrë më konstatun, dhe kanë rëmduar në ushtë tjetër lua më kanë pakisa. Në rëpik për mundes informacion, ka të nëse deri. Në rëshën ka shans. Faleminderit. Ka në njëni një diskutim shtesja. Okej? Atëre, kalim të pika 6 e ditës, formalizimi i grupeve të antarëve të Këshillit. Kush e do fjalën? Marisa për një sen të tekst. Por e propozimi i Këshillit, ka qenë grupe që kanë ardhur dhe kanë qenë, ka qenë metodit, ka qenë dhe për tjallë dhe një nga shohë për të. Tani, kur bëhen pjesa një ty, për një mediatërës që i bërë, kur bëhen formalizimi i komisionet bëhen, kur bëhen votimi për komisionet e përherës, bëhen dhe formalizimi i edhe pikëror që në artë të cilin grupë të të, pra ne kjo është formalizimi dhe të shakë për arë grupi që ne të kemi këtë. Dhe të e bjata dhe në mënë dhe sa veta për grupë që ne të kemi këtë. Po atë pa grupë. Ne më të të në të. Procedurë. Në qënë se formalizimi i grupë në nga 5 antarë dhe sigur, nesë grupi të japë në gjithë dhe gjithë, kemi nga shumë subjekte. Kështu që edhe për efekt të pushime në plak jemi të tjetë. Ne akuma kemi dakord atë është me një grup apo me 2 grupe. Duke qenë se s'ka që në kohë është apo është ka bju, kjo nga përmonë të fiksa një i ka 7 në menjën e komisionit,
Më ndoj që nga këto kritika me kundërhiqjen këtë moment, derisa ne sigurojmë një konsensus si grup, andaj ne Okej. Do jemi në votim. Po. Jam dakord me këtë që thot. Jam dakord. Por problemi është që ne sot të diskutojmë parim për komisionet, të vendosim dhe emra, pastaj do të vjeri projekt vendim, sepse ne nuk kemi projekt vendim para që ta miratojmë sot. Do të na sillni projekt vendim nga administrata bashkisë, nga drejtoria juridike, por formalizimet do ishte mirë të bëjmë sot se jemi mrapa me kohën, komisionet kanë rëndësi që të mblidhen. Edhe mirë do ishte që nga grupi i djathtë të jepshin emra, nga grupi i marrë të japim emra, të fillojë puna, jo për të vendosur sot. Faleminderit. Derisa ne jemi këtu dhe s'kemi vendosur a do ndalemi të shkojmë me një grup apo me dy grupe, a do kemi një vetar, kjo do të thotë që ne si bit përgatit as për formalizimin e emrave se kush do të jetë pjesë e garës, prandaj është e kohë që të replikojmë dhe vetëm do të shtyrim procedura. Prandaj nuk mund vendosim dot, a kupton se s'ka situatë, ne s'kemi vendosur se kush do jetë, ato i kemi kryetar grupi, kush do të jetë, kështu që mendoj që do të japim është gabim për ne, sepse komisioni duhet vjen patjetër, se komisioni vjen shumë të batan se po vjen dhe buxheti dhe njëra tjetër, por moralisht jemi në këto kushte, prandaj unë kërkoj formalizohemi edhe ne me njëri tjetrin, grupi i mua dhe grupi i djathtë dalin në grupe se do. Po që dojmë. Personalisht jam dakord, po them edhe këshilltarët e majtë jam dakord që mund ta bëjmë edhe një ndjedhje jashtë radhës. Po jashtë radhës. Një ndjedhje jashtë radhës që edhe të formalizojmë kujtarët e grupeve, por edhe komisionet. Nuk kemi një gazë. Derisa moment që unë formalisht jemi unë dhe Nikolini, mund bëjmë një kontakt unë dhe Nikolini me grupin e vet, unë me grupin e vet, do të shkojmë ato me një grup apo me dy grupe, dhe ne me një grup ose me dy grupe. Atjetër, atjetër do të kryetar. Basta ju të perë. Prandaj sama Franco, do të dy në kryetar, në marçi të blerë grupit e interesit. Atëherë po shkruaj protokoll. Kryetari i këshillit, dy në kryetarë, dhe dy në grupe, dhe dy kryetarë e grupeve, respektive do të lidhen të bëjnë draftin fotore. Të cilët tillë nga Nikolini dhe unë. Që to është tani. Deri në moment, ne jemi tërheq, po, deri në moment. Ka në njëri në kundërshësi për këtë? Atëherë ta jemi votim. Faleminderit. Atëherë për muajin e shtator. Po jo, ne nuk po caktojmë në shtator, në bëjmë një rëndit takim jashtë radhës. Ne mund bëjmë një takim jashtë radhës. Jashtë planifikimit për këto probleme të paracaktuara sot. Ako për një po them, ne nuk do ta lëmë për fundin e muajit. Do bëjmë përgjigje që të bëjmë një takim para kohë. Një sekondë, kemi tjetër. Është një gatet, lutem. Po, kemi janë kërkesat e... Po, Beni, më falë. Ka grafik për usilës në përfarë. Po? Si përdojë. Sepse, apo grafik? Si funksionojë? Se unë kam atë më dëgjë të ime, e më shatë, po dhe kompani të në rejë prapë. Grafiku... Jam 15 ditë për ujtë, asjerë 15 ditë, shkoj 10 minuta. A bo kuseta, ka 1 metër loqë. Mëjna, dhe se pret njëri. Da por se po pas të ne, po ujta s'kan drejt atë ati, më të ujtë? Drejt. Një grafik du. Të shqipinga fundit tu ka qenë ankesat e qytetarëve. Për derisa janë ankesat e qytetarëve, unë këtë jekimja kam, do t'i sillni, ka ankesa me letë të drejtuara bashkisë, okej. Do t'i shqyrtoj. Sepse çdo drejt, duke qenë se ka ankesa lidhje me ujësjellsin, ka ankesa lidhje me rrugët, ka ankesa lidhje me ndihmën ekonomike, me anën juridike, unë mendoj që drejtuesit e çdo sektori duhet të ishin këtu për të dëgjuar ankesat e qytetarëve. Si të sjellën analiz, si ky ka fat se do drejtuesi. Unë pranë para kërkesën se visa kam fajma këtu. Në
Po kur ka ankesa qytetarë shumë të doja që administrata, krerët e administratës ishin këtu dhe t'i gjajnë. Ankesat tona, ankesat qytetarëve të firme. Jam krejt dakord. Se kështu na i keni marrë majër klasën e tjetë. Jo. Ky fenomen, me falni, të sjarëjon, Gerda, lutem, me boni pyetje. Tash, beni ngregli një mendim vetë. Dhe ne do të pyet gjithçka që deri nga ky takim, pavarësisht se kryetari i bashkisë nuk e ka në jurisdiksionin e vetë në sjellësi, për fondin e madh kemi edhe drejtorin këtu Nikolinin, dhe që mund na sqarojë diçka, por Beni u shpreh mjaft qartë që tha, në çdo lagje, në çdo fshat, duhet të jetë një orë e caktuar. Nga kjo orë, gjërke kjo orë, kush do t'japi përgjegjësi, t'jetë një grafik i plot. Dhe ne këto do t'ja kërkojmë kryetarit bashkisë. Dhe çdo problematikën tonë, ne do t'ja kërkojmë kryetarit bashkisë dhe administratës të atij që ta kthejë përgjigje me shkrim. Dhe në qenë se kemi fat që kemi Nikolinin që është drejtor, që mund ta japi në përsëri, do t'ja kërkojmë kryetarit bashkisë, nëpërmjet kryetarit bashkisë të morrim përgjigje nëpërmjet drejtorit përgjithshëm që ka Nikolinin në Lekë. Pra, do t'i njegim këto procedura. Poloni? Pa zotin më thanë, qëni gjatë si fatje. Absolutisht që në çdo fshat, në çdo listë të mësuesve ka rrotë që ka vetëm një orar. Merita maksimale. Çdo fshat ka. Tani përgati që po ka fituar ata shqetësi. Ka vetë atje. Pra ne do të shkojmë. Tani për intervjuin sepse të ekzimi përgati që ka ke presa që do të çeti nuk shkojnë në gjendje të tillë. Si do si dalë hap në shërbim të të bëjë por okej, ujë në rashëni, për shkakun e rashën, në mënyrë të atij që të bëjë për ta. Dhe këtë e bëjmë, i mund të bëjë. I mund të bëjë. Dhe punojnë që ata llojet e tillë që kanë lloje me kontratë, lloje me rrugë, ka se bile këtija marrën në paketë. Dhe ata hapin një herë në dy nga 3 orë. 6-8 të mëgjesë. Hapën që edhe në Legege. Legege kam shku që të marë më të fuzë e dhe ka shku uvi. A që kena një problem me një punes Legege që janë nuk shkojnë në komandu të dekën, e ke hapë dekën, ravi që shkojnë nga trojet, shkojnë nga pa u depozitu në dekën. Pra, problemet e kam aty, unë kujtin e shërë, Debra kaj që të larga një shpia, në reca? Aty nga të nuk ju. Po shkojnë të ditën e martë të marrë në dhe. Ditën e martë, atë në dhe ditë një. Ditën e martë të marrë në shkema tjera. Po të them që jam përpik që në shatë, shërbimi ka përmirëse. Ka shumë përsensi, për të përlatë. Në faktë degëzimi e informacionit problem, degëzimi e informacionit profesor duhet bëke shkolla madhe. Pra të kërë një degëzimi, unë i parabikuar të projektusit të fuse për të faza e fundit e qytetit, fuse dhe degëzime, edhe për përsekin, edhe për përlatin, edhe për lidhën dhe të dëshenën. Pas janë një ata më të zunë se kanë qëndru pa unë, bilë dhe vite. Janë furt situacionet të to, situacionet që diku, janë korrodu dhe që bujrën me sandrumi të, në pojsa të të ishën generator 1 kilometr shkurë. A kemë në pas? A ka ujë për zeku flok qender? Ujë për me orë ka, por unë në që të gjithë një grupë me përshikuqen male edhe se mu duke rashtuar nga përseku shok ndryshim shumë pa. Male gjithë vjeshi, përseku gjithë pas kaloj në ti. Tani, ose të të rishiku, të bërësu një kryesor që vjen nga të, se mos mund tjetë në një të gjatë rrugës. Që këtë të kanë nga me një. Janë të ashtë Silvia të jetë për në një të jetë për
Tekzimi prosekut në shkeru da madhe. Pra tekzimi në shumë në posën të të jare e prosekut. Që së të shka një marë atë në shërës njësë të prosekut, nuk shkanë. Pra tekzimi të të shim marë pak më nga të një u tepore. Ajo është problemi në prosekut. Ka që kam zbatu më të posë. Niku, ekziston mundësia rrugullimit në prosek. Se unë e kam parasysh atë. Jo, që të bote e ndërhyrja tjetër, sepse... Ka ndryshim, pra. Kam pas një nga që artist për edhe që kam anë e kam fërmizu. Unë e di krejt mirë atë problemin që ngajte. Por zgjidhja e prosekut do të jetë kur bote e ndërhyrja që jetu thonë ti. Edhe e ka të domosdoshme në proseku atë ndërhyrja. Ato nuk e kanë përdetyrë, po tjetë për shembull të drejtojës në policisë të shqijet, ai të shkoha të kërë njësën, që i të përto, ta morë një këmjes, ai një zonë, sepse aty me dash me emil verë, ose për shembull, aty s'ke ka mofët, në asë loj proseku në proseku. Proseku ka dhe problem, sepse nga drejtë të kishin të 2-3 linë, por çdo lagje në vetë. Se të qenë pozicioni geografik, ishte një lartë, ishte më po, Jo, ajo do të ishte po me dy linja, ato në bërë një linjë. Ajo do të ishte po me dy linja shpërndarje për me furnizu, Nga që që janë në kodë të në bërë. Ndeta i tjetis, ndeta i tani, këtë verë ka shku pak, sa i bani gjë për e bënë i zilë, që s'ka shkuje. Këtë verë tash ka një, por verë tjera nuk ka i ka së njëherë. Ka një problem, po me shumë e në makine në aty pa shëpër, u i shpej se këtë rrë. Sa që një makina jemi? Ata dhe ta zirë si ndërmarje, jo? Ajo, është një ka. E kam fillu e qëtë, Niku, am... Shkamu me Andresin, bëni një tërë. Po drejtar, lidhje me ujit, pra kisha diçka. Në rubik të kryesor, apo Shatrivan ka shumë kohë e punë. Shatrivan, tamam, jo. Shatrivan. Aty ne mendojmë se projekti i ri do të përfundonte në mars, sepse kështu e kanë pasaparte, ato se dorëzohen si projekt sepse aty ka një sjellësi. Dhe të investorët e tubacion që dyshin e shërfesh, ka shumë shpenzime, sa që drejtoria e nuk e mori për skipër me pa zërëndësim tubi. Është një tubacion që nuk qenë pojnë e Martushi, ka qenë tubacion partiz në Ljushje, e kanë silë për tubacion të Pishë, presioni shumë i vogël i kujt e qarë. Po që problem se ato përgjën kujt Pishë, në shërfesh aty, por, sa për informacion, aty është duke përfundu projekt i ri, dhe drejtësës i ri. Tash në shtesë të kësaj zojes, për depot e për magazinat e kapitazit. Nikolin. Bashkia, një bashkia si projekt. A janë po të gjërimit dhe bashkia për projekt e projektës. Ska pa si gjamë... Atëherë do të kërkojmë se përsëri nëpërmjet kryetarit bashkisë na bien sqarime për sa i përket për zbatimin e projektit dhe në çfarë fazë jemi. Zoja shkuj. Okej. Tash na i tjetër kërkesë. Kam një kërkesë. Një minutë. Po. Një minutë, lutem. Po luni. Skeko. Po. Kam, si që dini një gjysma, ka pasi aksident në Lufaj, në lektërije më shumë, në dritat më qesë. Po, e familje dhe po këtë të emergjensave. Po, i alen letrat të të zëtërijës të shofi. Një, edhe një kërkes për rrugë. Po marrë shemull fshatin tem për shemull Lufaj. Rrugë të Selitës. Po. Katastrimin e rrugë të Selitës.
Ka një 25 km rrugë, që s'përgjigjet asnjëri nuk. Po e mora shembullin, nuk po them për këtë një ditën, po edhe ajo edhe inventarizimin edhe mirëmbajtjen. Inventarizimi i rrugës. Atë është puna për së. Ha? Nuk po. Ndrejko, përnderit. Po, Flori? Jo, më marrë e pëjtë, falë se edhe kisha dhe një shumë, që financa, rrogat e punëtorëve, se dolin ca me 3, ca me 7, ca me 15. Me 12, me 13. Apo përmëria po llogarin vete, e nërsa ne kemi llogarin vete. Varet nga listë prezenca që dorëzohet në drejtorinë e financës. Financës duhen 5 ditë afat për të përfunduar listë prezencat, për të nisë nëpër banka, për të nisë në thesar. Dhe kjo na kushtson. Financat jetën nuk është e njëjta, se njëjtën formulë përdoren. Si me të zyrëve, si me të terrenit. Jo, s'ka të njëjtën zyrë si me terrenin, si me zyrat. Mund ta dorëzojnë listë prezenca me 25 ato, mund dorëzohet listë prezenca me honestë. Kështu që nuk është e njëjta procedurë. Jo. Është e njëjta procedurë. Allora, po mbështetemi që piloni do t'ju lutem si administrat të patën në qofse në fenomeni që nuk e bjemi përgjes listë prezencën, të vinë para përgjesisë personi që nuk e sjell, ma nuk o korrekt marrëdhënie listë prezencës në dhe në të shkojnë punësi. Se kjo është qinatë. Listë prezenca totale nga financa merret nga burimet njerëzore. Listë prezencat e sektorëve dhe drejtorive i mbledhin burimet njerëzore. Ne nuk jemi të folë konkretisht për sektorin tanë. Ne jemi të thënë për gjithë stafin që mos kemë mansi. Po ju them një gjë. Në periudhën e pagave, për ta ngushtuar, po ju them me energji të pastër që edhe ditën e shtunë dhe dielën. Unë i kam thënë punojësit, nëse listë prezenca vjen sot, unë do dal bashkë me punojësin nesër te puna, do dal dhe të martën që është pushim. Verifikoni në çfarë rasti dhe ka raste që shkojnë 6 të shtëpia. Duke u përpjek në maksimum për të shfrytzuar sa më shumë, por nuk është. Ajo i do afatet kohore. Flora, ne të drejtuam ty, po kjo është dhe për në ndërtarë e pjesa e parë. Po, është totalisht e drejtë. Nuk jam dhe unë kundërshtim, mund të merren me datë 5 dhe unë jam dakord, por dua afat kohor për ti përfunduar. Duhet afat kohor. Nuk do të kalojë, edhe në energjinë time jam dakord me ju. Dua afat kohor. Dhe të keni një gjë parasysh. Ne qelim limite me thesar, që t'ja u shpjegoj gjithë si procedurë. Data 2 bëhen efektive fondet në thesar. Tjetra, në moment që përfundohen, në moment që ne përfundojmë gjitha nga listë prezenta, në listë pagesa, në bordoro bankash, i hedhim në sistemin e thesarit. Tani se janë dorazi, hidhen në sistem thesarit. Edhe thesari ka 24 ora fat për t'i regjistru dhe për t'i miratu për t'kalu në bankat nivelit 2. Edhe bankat e nivelit 2 kanë afatin e vetë. Pra, janë procedura që hanë kohë. Nuk është e gjitha që është financa, që nuk arrin kohë, ose nuk... Ama është e drejtë se njerëzit i duan kohë, por nuk kemi. Flora, do të lutem faleminderit bu maksimal të përkushtoni dhe ta zgjidhni këtë njerëz. Faleminderit, është në nderin tuaj, është në mundësi tuaja që të respektoni punojësit e ju. Patjetër. Dhe mos ketë data sa më larg e njëri në tjetrin. Se edhe ato janë pjesë e familjes tonë, dhe ato janë nuk janë veprime me paramendim ose se s'du me sondër, këto janë procedura. Po urrit përgjegjësia për gjithë secilin dhe kërkesa llogarisë, jo në të shakëqësi, por në lidhje me shërbim të punës, gjithçka të shkojë dy kanë familje, të dy duhen me harë bukë. Po absolutisht po. Që do ta morrej me 5 e me 3 se po në zyrë ky, edhe ai në terren ai do ta morrej me 13. Jo, nuk kanë kur. Ato i morrin para nesh. Faleminderit Flora. Jo, nuk tha kush e mbylli. Thash Flores. Jo, me s'ka lidhje. Po, Flori? E ka të tonë, kjo. Lutem. Faleminderit. Flori, që kishe? Qëllë e këna fajtë. Në Kur'an
në tunelin Kalimar, në Shkuraj, në nga Uraka tjetër. Po, edhe eksplozive të mjetit, me në hartë me presër për latë Rubik, sigur ka qenë për para. Sigur duhet tjetë. Sigur duhet tjetë. Arë që këtë sepse sigur është daci, letra, dhe sigur janë të gjithë. Nuk ka rëndësi, ne ja kërkojmë kryetarit bashkisë dhe kryetari bashkisë të Jo. Kryetari bashkisë ka të drejtë çdo lloj institucioni që t'i paraqesi kërkesat e njëri në tjetrin. Kështu që si? Unë nuk e di se si është në buxheti për poshtë edhe sa paguajnë prindërit. Por në poshtë deri në bazë që do të funksionon, këtë prindër është kërkuar që të karrikat të den për poshtë të dhënë. Të shkojë via me karrike. Atëherë tani. Jo, mos kam fëmijë. Përveç se sendet personale, tash se po flasim çorçaf, peshqir, po unë tani kam mos ka doku njëri. Kërkojmë nga drejtoria një informacion për problemet e qerrëve dhe të kokë. Si në gjeni atyre, lutem, Ada, lutem. Është krejt me vend që ne kemi një informacion si në pak fillimit qerrëve dhe të kokteve, kemi një informacion të plot mbi gjendjen aktuale dhe t'ia kërkojmë drejtorisë të shërbimeve arsimore. Ke krejt të drejtën e Zotit fjalë. Tjetër, kush ka nej? Me leje, kam shqetësimin e dy lagjeve, konkretisht Tarash, lagja Prenglleshej dhe fshati Kodrshej, lagja për balë në Erfanës, Tushej, për Lekej, për tenën si quhen vërin, ma mirë, për problemin e rrugës. Kërkoj informacion nga kryetari i bashkisë për mbledhjen tjetër. Pasi këto dy lagje është investuar nga bashkia në hapjen e trases dhe pothuajse në përfunimin e ndërtimit të rrugëve, dhe ka ngel për ca turbina, kanale kulluse, shtrim, çka kërkohet, dhe do kërkoja nga kryetari i bashkisë, nga drejtoria e rrugëve, si do vazhdohet. Një informacion që është do dhe çfarë do të bëhet. Faleminderit. Faleminderit. Të fshatit Tarash dhe Kodrshej. Atëherë, unë desha një informacion zyrtar në lidhje me hyrjet e daljet nga autostradan për qytetin e Rubikut dhe për fshatin e Velës, sepse aty vjen të jetë problematik shumë e madhe. E para rrin të ruaj policë, e para rrin të ruaj jetën, sa herë fut na dalim edhe në Velë dhe në Rubik. Edhe duam një informacion zyrtar. Në rast se nuk ka, është një procedurë që duhet ndjekur dhe jo me tha partia, po tha duhet që ligjërisht në anë shkresore të marrin vesh se si do t'i shkoj puna kësaj pune. E dyta punës janë pengesat për shpejtësinë qytetin e Rubikut. Qyteti i Rubikut, siç mund ta dini, është një rrugë e drejtë dhe aty ka shumë probleme me e para punës duhet disiplinohen ata që ecin shpejt. Kjo është shumë e rëndësishme, po mungesë të kësaj duhet se s'bën disa janë këto gungat, pengesat për shpejtësinë janë të domosdoshme, sepse gjatë verës ka pas, domethënë për mrekulli kanë shpëtuar njerëzit. E treta, kisha dhe unë për punën e tabelës, e kam hasë dhe në Facebook, e kam vu dhe në Facebook atë punë, kena një tabelë hyrjet mirëditës për faqet zezë, dhe nuk na përfaqëson, dhe mendoj që duhet na vi turp gjithë për atë lloj tabele që kemi. Iko dhe kjo. Tjetra, kam kërku rallën e parë që të vihet në renditës krijimi i grupit vendor të veprimit, që është një e mirë që na shërben gjithëve,
nuk është vu herën tjetër, nuk u vu kësaj rralle, nuk e di sepse, shiko, një herë kur gabon, nuk është faj jot, se di se ku është faj. Një herë, dy herë tashi, unë o tje kena gabim, nuk e di. Tjetra, kërkoj ngritjen e këshillit rinor vendor. Këto janë parametra që kërkohen dhe nga Bashkimi Evropian, ku rinia të rinj të mblidhen dhe të flasin për qytetin. Mendoj se është diçka që duhet bë dhe është në prioritetet e kryetarit bashkisë, duhet ta ketë. Tjetër, qemt në Rëshen janë fatkesi publike. Është shumë problem. Shumë problem natën, kur juhet kush jeto këtu e di, kështu që unë nuk kam sepse ta trajtoj më. Tjetër, tregu fshatar. Tregu fshatar, kam një gjunja 4 vjetë që ngjoj që do bëhet tregu fshatar, do dosha informacion zyrtar se kur do të shesin fshatarët pa u lagë në shi. Si? Atëherë, let lagen aty ku janë, por në rase ka, se unë kam një gjuhë që është projekti për të bë. Shumë dakord, nuk dum shpresa, dum shkresa zyrtare, se na me shpresa tash. Me kodi që ti drejtohet bashkia si institucion, Marion. Ishtë bashkia si institucion të marrin përgjigje zyrtare. Mirë, se e kërkuma na prish punë, po se ne I kërkojmë na prish punë dhe I mshoj. Është krejtë domosdoshme, Gerda. Dhe të mos presim të vdesin njerëz, përderisa Okej, shumë ne duam një informacion zyrtar. Se s'o bë, edhe do të kërkojmë kur do të bëhet. Kjo detyra jote. Kam dhe një kërkesë të shkruaj që një tjetër, janë shtëpiat që janë tokat që janë marrë nga Unaza, nga ndërtimi Unazës Rëshenit. Do dosha një informacion zyrtar në lidhje me kompensimin e këtyre pronave që kanë ngel pezull. Unë e di që është shetë si procedurë, por lek s'ka marrë kërkush. Iku dhe kjo. Tjetër, kam një fshatar timin. Të lutem. Si? Ju kam tjera prollën tjetër. Unë pranem kanë zgjedh, unë me ardhë me ngritë dorën sa të thotë partia. Kam një kërkesë. Të lutem. Zonja do t'i shkruje. Jo, nuk kemi pëse mi përsërit gjë. Sa është du me hika, shikon. Jo, nuk do të lezi asni, se kemi kërkesat e qytetarve këtu, se do të realizojmë një për një. Drec Leshaj, shkruj. Drec Leshaj ka zaq, I kanë ngell që atia pa përfundu se s'ka marrë kompensimin e tërmetit akoma. I kanë thonë që është se ku është, nuk e di se ku është, kështu që e du zyrtarisht se ku është. Tjetëri, do doja që të bëj publike maili bashkisë Mirdit, sepse jo të gjithë njerëzit kanë mundësi të vinë këtu, a di që është publik, po që ti më shohet pak më shumë, sepse asë njëherë për para nuk është bëhë publik me shkronjat mëdha, du që me shkronjat mëdha të bëhet publik, që çdo njeri që ka ankesa, ti shkruajnë te emaili dhe ne ti lexojmë këtu dhe përkëshillim bashkë, sepse nuk fokusohet njeri. Du që ti nxisni njerëzit që të funksionojë. Adresa emaili e gjitha të funksionojnë. E di, po kam disa fshatarë aty të unë që nuk janë të informuar dhe është mirë sa duhet, kështu që do doja që bashkia ka një faqe zyrtare dhe t'i shkruhet. Nëse duhet, e ku jam unë po, e tjetër të ma pak, për ne më të thonë që ti të rish ma pak. Edhe tjetra, ka bleni nga 2 mikrofona pak shumë palitar, sepse kur të flasin zonja ta një gjojnë se qa thot, edhe kur flasun të një gjojnë se qa thot, se nga tropë nga merë më shumë politar. Faleminderit. Jërda, lutem, pa bashkëbisedime, marove, faleminderit. Atëherë kisha një diçka. Këto punojësit administratës a mund t'jenë të lirë, që shkojnë të shërbim punë të tyre, për shfarë kërkesa, gjithë shka do t'i kërkojnë me shkrim për gjithë të tyre. Prezenca tyre ne s'na jep asiluj gjoje.
Përmendi Gerta një emër për pjesën e shtëpiave të tërmetit. Një minut, lutem. Përmendi një emër që nuk majta me nëzësharim, edhe unë kisha një kërkesë për drejtorinë e zhvillimit të rretorit stregjimit. Nëse mundet me na thanë për transparencë, se çfarë bën me procesin e ndërtimit dhe të rindërtimit nga pasojat e tërmetit, kush i ka përfitu këto banesa dhe kush jo dhe sa ka persona që akoma janë prigje. Unë kam një rast në fshatin Lurt, që është Falgjin Lesha, i mos gabohem, kur familjari është invalid dhe ai akoma është jashta, as merr bonusin e inshurancës, as çdo gjë. Pra, lutem. Na japin informacion kush ka përfituar. Për bonusin e inshurave të ndullet nga shtëpia e tërmetit dhe edhe emra kush ka përfituar. Kush ka përfituar, kush është në proces. Dhe nga janari, deri më sot nuk merret bonusi inshurancë nga asnjë familje. Okej. Atëherë, a ka në njërin e tjetër? Atëherë, atëherë me kërkesat e qytetarëve të lutem. Po. Urdhërot? Do klasja e saj prezent. Po, në thuj. Një minutë, kemi një qytetar që të ka një kërkesë të vetë. Në bërë për ta për malave ka një mendim. Ka mëve për të mali. Në bëni kërkesë ka që me drejtori, i vizitër ka servitje. Sa ka të vetë, në shkarkusë në mali, rezervojnë puni. Aja gjeni katastrofi. Ne këtë të rabini që ka të më të. Së përset në zhjus të vitë, që va ditë për të mali të moment, dhe të shi në numerat në s'ka në të dhe. Dhe të këmë johur ka në të gamë, në të në përë. Përse e përket për sirësit, edhe këtë që ka pjesë, ne këmë bëgë kërkesë ka e jeshtë. Edhe këta e bashkisë, por në pjesë, se të tonë e grupi në shkullë, se ka ju edhe së këta dhe të përse. Pra ta në bënë të rashë, ose se duhe, se bukë një ju, e nuk e këtë. Se në të si kërë që ka një dhe të rojë. Edhe, për shkollën, që bëma për shkollën mëne? Unë që si kam rejtë për shirajë, më të kërë nësë në shanë në shirajë, për shkollën. Ja në kam bërë së nësë këtë, të të gjithë këmë shkollën. A të bërë në mali e të pakë me mashkia, të të pakë me 2% e biletë në të mëne. Atëherë, për transportin e pime, që një mirë, me kjo do dhonë si shqetësim, kryetari bashkisë do t'jo kërkoj drejtorimet përkatëse, sepse është e kryetari bashkisë i cili komunikon me qytetarët e vetë. 2025 biletë në shkërnarë. 2025 ma, e një për hajta. Faleminderit, ti krejt të drejtë. Faleminderit. Që këmë ma poshatë. Jo, ke 4 cifrë drejtë së drejtë. Edhe ne do të dërgojmë informacionet, do t'japim shpjegim të plotë. Ne faleminderit, tjetër pikë mos të replikojmë. Pika tjetër, në të në dhe qytetit, 2023, ka në preshën të gazit më të vetë. I kam po përkes sekseni kujqisht, ata të një që e përfiturës. A jafë me nëmër për të botë, e kam po përfiturës. Pa në në gjesë të ju. Ka botëm? Ky ka për kërkesën, ne do të zotëri, këtë drejtën e zotit në që do t'jetë kompetencë jona, do t'a kesh nimen, por të paktën shpjegim.
nga kryetari i bashkisë do ta kesh të hollësishëm me çfarë të drejtash dhe mundësish ligjore mund të përgjigjesh. Tjetër gjë? Faleminderit dhe briteje. Tash të kalojmë në kërkesat e qytetarëve. Kërkesa numër 2676 prot datë 18/7/23 nga shtetasi Skënder Zevgjoka, fshati Tarash, për hapjen një rrugë nga rruga nacionale deri ke shtëpia. Personi që kërkon këtë rrugë paraqet edhe kam certifikatën e pronësisë tokës së shtëpisë vet. Tash këtë kërkesën e këtij do t'i japi zgjidhje, do t'i japi përgjigje kryetari i bashkisë, zyra urbanistike Skënder Zevgjoka, është si përmohet. Me shofa ka brenda kadastrit. Nuk ekziston, kërkon që ta hapë. Një minut, lutem. T'i japi zgjidhje kryetari i bashkisë, zyra urbanistike dhe zyra juridike. T'i kthejë përgjigje nga ana ligjore qytetari Skënder Zevgjoka. I depozituat janë administrat. Unë i di që është si përmollë dhe sipër. Zevgjoka, ndjemi në gjoka. No. Nuk e di. Skënderi Zevgjokës të mali bush, po ashtë i zefë, rrinë ashtë zamale nga, po i gjallë të bëjë e zhjurë. I Simoni, tjeni i Sënjës. Gjekët i Simoni, shajtë. Të shi këtë do t'ja kalujmë, kryetarit bashkisë zyrës urbanistike dhe juridike për shërbim. Kërkesë tjetër është numër 2683, datë 18/7/23 nga shtetasi Gegbip Pekolej për zhbllokimin e rrugës në lagjer Dirë, fshatin Kthelle e për Selim. Tash kjo me vendim të Këshillit numër 110 datë 19/9/2018, Këshilli Bashkiak ka marrë vendim për të hapë këtë rrugë. Dhe kjo nuk ka qenë funksionale. Unë kam bisedu në referencë të kësaj kërkesës dhe me zyrën juridike që pse s'është zbatu. Dhe kjo do t'i kalojë kryetarit bashkisë që rruga të hapet me njëherë dhe t'jetë në funksion vendimi i Këshillit Bashkiak i datës 19/9/18. Në procedurë, ato të kërkesa që bëhen, du të bëhet një komision me 3 këshilltar, verifikojnë problematikën që ka ai vend, pronësitë që mos janë shkel, që mos të qenë njerëz në konflikt që në të hapë me hapë me zonë nesë mos nesë zbritin dhe të pritin. Ajo? Unë mendoj që do të marrë një mesazh detajuar pastaj të ndosim se çfarë do bëjmë. Tash, me fal. Në këtë moment nuk e di fare se po punohet se çfarë, po duke njohur terrenin në për shafë, dhe problematika që kemi pasur deri sot, dhe problematika që kemi pasur ndër vite, nuk është mirë që veprojmë pa marrë informacione ose bëjmë një komision që shikojmë se çfarë problematike ka aty që s'është zbatuar ky vendim që me 2018. Tash, ne ja kërkojmë kryetarit bashkisë dhe zyrës juridike e gjithë stafit bashkisë këtë shpjegim. Në rregull, se ne s'kemi pse me marrë në analizë një vendim këshilli që është marrë para 3-4 vjetësh. Kështu që ne jemi të detyruar që qytetarit të kthemi e kemi marrë në analizë kërkesën tonë që është tonë. Okej?
Atëherë, kalim kërkesa tjetër. Dhe që nes dum i bashkangjite mendimit mendori, sepse ne dum një shpjegim ligjor. Pa prezencën I njojmë ato se ato përgjigje do na japi stati. Këto i kemi informacione që dim ne. Kur na japi si informacion do na japi të plot kryetari bashkisë me stafin e vet. Përderis Po pra po. Apo atje për invalidin. Shkjo, rrugë. Ke dit për kole? Invalidin, bro. Po. Për invalidin. Për invalidin, bro. Nuk është invalid burri ju. E kodë, a helë në këshirë, a e bojnë që të përgjurë dhe nuk hapët rrugë. E bluberi përse, shëtë si kësa është në mburgë. Nuk t'je burgë, prapë. E është invalid në shumë, a të në që që njësë. Unë e di rasin Beni dhe këtë të drejt Beni, por unë du me dit nga kryetari bashkisë dhe stafi vetë pse nuk bëhet sot. Se mirë që se së bëhet deri më sot, ne du një përgjigje pse së është bëhet sot e mrapë, ose kur do të bëhen. Ate po them, vetë një komision nuk kam pas një do informacion se kush është Shabanov me atë rrugë. Nuk e di problematikën që ndodhe. Por duke qenë se nga viti 2018, sot 2023, kemi 5 vjetë, dhe aja rrugë është me ato me këshirë, dhe aty prapë nuk lejohet me kalun dikur, nuk është fakt, tu do të kete problematikë. Okej, falenderit. Kalem ke kërkesa tjetër, numër 3026, datë 14/8/23, nga shtetasi Mirë Nduaj Quni. Fshati Domgjon, Fan, kërkon përmiratim hapjen e një rrugë të re për në banesë. Edhe këtë ja kërkojmë kryetarit bashkisë për zgjidhjen me stafin e vet. Kërkesa tjetër është 3092, datë 22/8/23. Kryetari fshatit Bisak, zoti Mark Ahengu, për mos funksionimin e rrugës dyqësore të fshatit Bisak dhe mirëmbajtjen e saj. Dhe kësaj do t'i kërkojmë kryetarit bashkisë për zgjidhje, si dhe administratës vet. Kërkesa tjetër, po jo, ne do t'ja kërkojmë kryetarit bashkisë na bie informacion dhe mbrapa do t'japim përgjigje qytetarit, se ne nuk dim. Ne nuk kemi mundësi me hyrë në përzyrat e bashkisë. Lutem. A të vazhdojmë? Kemi kërkesën numër 3101, datë 23/8/23, nga 5 banor të fshatit Konej, Fan, për zgjidhjen e mosmarrëveshje në lidhje me furnizimin me ujë të pijshëm për përdorim familjar. Dhe këtë kërkojmë një informacion